Të nderuar miq, ja ku po takohemi sërish për të komentuar edhe një herë ngjarjen e trishtë që tronditi fshatin Pavlan, qytetin e Pejës, por jo më pak të gjithë shqiptarët. Në momentet më të vështira që ne kalojmë në jetë, në momentet më të dhimbshme që ne kalojmë në jetë, gjithmonë janë njerëzit ato të cilët ne na qëndrojnë pranë. Në varimin e vëllaut të Gjestit, Eldion Kelmendit, ditën e sotme ka patur qytetar, bashkëfshatar, njerëz nga të gjitha vendet, Shqipëria dhe Kosova, Maqedonia, të cilët kishin shkuar për të nderuar zotërietonin Gjestin dhe këtë familje për të ngushëlluar, për t'i qëndruar sa më pranë. Pjesë e varimit ku u bë më tash edhe mediatike fotografia ishte edhe Egli Tako. Egli Tako sot udhtoi drejt fshatit Pavlan, drejt Kosovës, për të qenë prezente në varimin e vëllaut të Gjestit, për t'i thënë Gjestit një ngushëllime dhe për t'i qëndruar pranë, duke kujtuar edhe kohën që ato të dy kishin kaluar së bashku, duke kujtuar edhe momentet që Gjesti së bashku kishte kaluar me Eglin. Është e mrekullueshme, është paqësore, është dinjitoze kur ti përzgjedh që në ditët më të vështira njeriut me të cilin ti ke ndarë kohën, njeriut me të cilin ti ke qëndruar ditët të tëra, ti qëndrosh pranë edhe ta përqafosh dhe ta ngushëllosh. Egli ishte në tufën e madhe të njerëzive, e përqafoi Gjestin, e ngushëlloi Gjestin, por edhe Gjesti u habit dhe e priti shumë mirë Eglin që e pa në këtë mes që Egli ishte prezente. Këtu tregohet zemërgjërsia dhe shpirt madhështia që ne kemi kundërdrejt njëri tjetrit në momente shumë të vështira. Të pranishëm të tjerë fotografi kanë nxjerrë edhe ish banor të Big Brother VIP Kosovës, nuk kanë nxjerrë ish banor të Big Brother VIP Albania, por jam shumë i bindur që kanë qenë prezent të gjithë aty, por Egli Tako ra në sy dhe Egli ka përjetuar këtë dhimbje po të njëjtën si Gjesti. Do të kujtoj momentet kur Gjesti dhe Egli flisnin për familjen e Gjestit brenda shtëpisë së Big Brotherit, kujtonin me shumë nostalgji familjen e Gjestit, momentet e rënda që Gjesti kishte kaluar, dhimbjen që Gjesti kishte kaluar dhe brenda asaj shtëpie, në momentet kur Gjesti ishte vërtet keq, në momentet kur Gjesti ishte vërtet i mërzitur, ishte Egli ajo e cila e dëgjonte, ishte Egli ajo e cila i qëndronte pranë dhe ishte Egli ajo e cila qante bashkë me të. Edhe në ditën e sotme, në dhimbjen më të madhe, Egli ishte pranë tij. Egli ka udhëtuar drejt fshatit Pavlan për të qenë prezente në familjen e Gjestit, për të ngushëlluar familjen e Gjestit, por njëkohësisht edhe për të ngushëlluar Gjestin dhe zotërietonin për këtë ngjarje të trishtë dhe për këtë dhimbje të madhe që kjo familje përjetoi.